Të dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me një tjetër bisedë të këndshme këtu bashkë me Artan Karimani, me cilin flasim shumë shka rreth karrierës së tij artistike dhe për një ndër serialet më të suksesshme të momentit. Mirëse erdhë, shumë kënaqësi të kemi në studio. Lorinda, faleminderit për ftesën, kënaqësi edhe jam në studio me ty. Si po ecin këto ditë për ty, zakonisht fundjavat i ketë ngarkuara me xhirime, apo jo? S'mbesin fundjavat gjithmonë të lira për ty me i shiju më smire? I shijojmë zakonisht në basi që të përfundon sezona, të një pak më të lirë në fundjavë, deri tash jem të gjiru shtunde, dile, hane, marte, do më thonë këto ditë jem blok për neve, për arsyen që janë disa aktorë që luajnë seriale dhe udhtojnë vijnë për Gjermanisë në Kosovë, për këtë arsye dhe kemi bo fundjavën, që edhe ata e kam pushe mësë mi ngarku, e fundjava më zënë që shtot me gjirime, asë njëherë i lirë që me dalë di kam me pushu. Po flasim fillimisht për projektin e fundit, shumë të zëshëm, serialin Sultan Shaz, që trajton një temë pak më ndryshe se serialet tjera. Ka një tematik më të veçantë, apo jo? Për çfarë tematike bëhet fjalë për gjithë ata që ndoshta nuk e di? Tematika e serialit Sultan Shaz është përshkruhet jeta jo vish një individi, po shumë individave tjerë që të ndalë jashtë vendit për me punu, edhe ndoshta si ka pri fati i mirë. Në këto jemi bazu për një idealit i cili lakmon me dalë jashtë. E ka pas lakmin për i daje, se ka po dojën e vetar për i gurbetit, me gjanat mira. Edhe lakmon me dalë në gurbet, momentin që a i del në gurbet, nuk i shkojnë bashkëpunë që shaj ka mëndu, dajave që a qel derën, e len rrugë. Fatkeqësisht që ka ndodhë dhe shumë shqiptarëve ta ndashtë në që janë i shok, janë i teze, dikush i ka rajt. Hajde, të një, se u ka qel telefonin, të një ato sakrificat e një idealit të ri, pa pik dije në gjuhën gjërmane, pa kërkon diq. Po, është një sen shumë interesant që fatkeqësisht ju ka ndodhë dhe na jena mundu me përshkru në serial atë pakic që është. Po si lindi ky projekt, kush ta bëri ftesën, tashe sa kove se je pjesë e castit? Ftesën e ka bu Jetmiri Gashi, producenti, a i bën tanat, po me skenare, aje bu një ftesën edhe më tregoj, tha, jem të dash me bu, njëherë këna pas në në fat, bashkëpunim me Jetmirin, po në basi që u kry në në fat, nuk dishim që ka me bu tjetër, ose qëfar tematike me prejk. Edhe këti i ra ndërmend kjo tematika e gurbetit, që deri më sot nuk është shtjelu as njëherë në ndonjë serial, edhe të një roli kryesor në pëlqeje, të një pagesat e që të sanë. Krejt kriteret e mira kanë qenë. Po, të në të dhe njëtë mësë me qitë kajde, vish mi thonë po, kryja farpune. Vish me aprovu. Edhe rolit ka pëlqy, ka paraqit në një formë, një realitet shoqëror të shumë individve shqiptar që... Na me dojmë atë se kem pas një sultan në shpe, ose në rrethin, ose në shëshni, edhe kem pas pak ma letë mu ambientu me ato si personar se në ka ra me ndi shumë sende që ju ka ndodhë trive në gurbet, po edhe të vjetër që nga të regojshin, kërë nga kun tri, jena shku, kena hek, edhe të një e kum pas pak, e kum marrë me shumë vëndet që përfatësoj dikon një mënyrë të mirë edhe e gjenë vetën shumë njerës që është të gjyshkom edhe me qindra mesazhe. Pjesa e mesazheve sa e gjenë vetëm pikrisht shumë prej audiencës që e ndaj një histori të ngjashme me temën që trajtohet serial. Po, ku marë qindra mesazhe rreth kësaj teme, po na ma shumë mi fokusu të e pjesa që rinia jo në dashtën mos me lëshu vatanin, mos me lëshu Kosovën, vendin e vetë, asë njëherë njëtë nuk jam pro asaj pune, gjithmonë thëmë jo, edhe kemi shfaq që qysh është jeta e një djalit të ri që shkon në Gjermani me punu, pa e pas kërkon heq, ka pas rastën e kërë në shku me gjiru atje në shumicën e vendeve ku kanë flejt aman një grupi shqiptarëve dashtën. Kur të shet dhimet, sa keq kanë jetu, dhe më thonë 7-8 veta me një vend, me 2 dhoma gjumi, të shkabina mulja nga rasht kerrit, edhe djegën shpirt. E na vish për qëtësën dhe kemë bo që më slakmoni medalja, din se normalisht gjithka hek, po apet ma mirë me hek në vendin tënë se me hek në vendin e huj. Këtë roli ke pranu me shumë shpirt, një të në kohë edhe e ke interpretu dhe po interpreton në atë mënyrë. Sa ka qenë vështirë me hynë në rol komplet, me kuptu plotësisht një jetë që e zhvillon dikush në një formë të tillë? Për mu konë pak ma e vështirë, se unë ma shumë jem mësu ka komedia, jem konë e pjesa e komedisë me nënën fatë, edhe direkt një metamorfozë
kalim në dramë, për mu kun edhe si përvoj hera e parë. Po të një njëri që thujnë tu pa tu bo, shkon tu mësu edhe e ka pa rolin të aman që shduhet. Edhe sot besoj që nëse e këshysh dikur si një personazh e ka një super metamorfozë Sultani, për një djalit kamarjer, e tash dhejt e epizodi fundi që është në gjak me shumë familje, fatkeqësisht. E krejt kjo ka ndodhë për shkak të lakmis Sultanit edhe të shokit tina Dardanit. Për shkak që ke marrë qindra mesazhe, po thuaj se po besoj që shumica pozitive prej tyre, po beson që ke arrit me transmetuat emocionin e vërtet të Sultanit, edhe përmes ekranit të shikuesit. Po, për këta jem krenar, jo vish për vetëm, për komplet ekipin që e këna bu një punë të palëllshme dhe jena mundu se cilë mi au jep hakun roleve të veta që mi prejk në shpirt njerës. Fatmirësisht, gjitha komentet jënë kom pozitive rreth serialit, e sidomos rreth personazhit Sultanit. Tu e di që ka shumë shqiptarë që jetojnë në Gërbet, pa ma parasysh jo veç në Gjermani, jo veç në Gjermani, pa dhe në vendet caktume, jënë konë që e kanë gjithë vetën. Nëse ju ajnë një shok i tina gjithësysh, adi që ka hek, edhe normalisht, të në Kosovë në rritëm edhe gjatë jetës të u zhvillu, heki me lemë në një vend këtë huj që se dhe nas gjuhën, as traditat, as punën, as kur gjë ish, e kanë gjithë vetën, po edhe shumë personave ju kena jep men që kur i thu dikuj hajde të one mësele jashtë, një më i shqiptarit do të më ndihmu shqiptarit, na gjithmonë e kem pas ta, shefat që kanë atje firmat ndërtimit, më jau jep rrogat, mos me bu humor me ta viqenë shqiptar, më ndihmu një tjetrit edhe e në atë partë në botë, unë jem shumë krenar, kur i shoh sa shqiptar kanë firma në Gjermani. Po. Sendi më i mirë. Ke kriju tash kontakte të reja me mërgjimtarët tanë që jetojnë në Gjermani kryesisht për shkak që e ke vizitu më shpesh shkaku i serialit? Po, fatmirësisht po, me shumë shoqni atje, biznismena, punëtor, të krahut, jo shqiptar, gjerman, arab. Dhe me thonë që kjo serial nga ka lidhë pak, se kur kishim gjerimin në Gjermani në shkrujshin, cëllin vend jene e një në Düsseldorf, a Northeim, që po vimi ju taku, adin tani edhe ata neve na e pëshin ideja që mu më ka ndodhë që shtë këti, ka ndodhë që shtë të më ndani një pak me para afru, se më si shkon që a që mirë nështë të kishin injeru si përson, ose ta kishin injeru komplet serialin edhe ishin dalë me full që kjo është rren që janë të full, ta nuk është të vërtet, po ju në gëzu që dikush ma në fundu dalë me full edhe për këtë pjesë, edhe vishin në gëzishin edhe neve, të muhabet, ashtë shqiptar ku buën bashkë, jashtë dhenit knaqëm. Pikrisht. Pra ka edhe ngjarje që jeni bazu në ngjarje reale, për shkak që ka pas aty shqiptarë që ju ka tregu diçka, ju ka plotësu diçka prej ndodhive që ju ka ndodhur atyre. Për që ata si serial është i bazu në ngjarje të vërtet, nuk do me thonë që komplet që ngjarje i ka ndodhur vish një individit, po ju ka ndodhur shumë individave tjerë. Edhe të një nabi që kemi bashku, dhe më thonë, që kjo sendi ndodhë, dhe kena arrit deri të kjo përfundimi që e ka sot. E krejt kjo ka ndodhë puna e lakmis, na tregëshin sa kanë lakmu për me bu parën në shpejte, të një, kur të mundosh me bu parën në shpejt, jetat vjen edhe ma shpejt drejt fundit. E u kun është tematike mirë që mësë lakmoni me bu parën në shpejt, po pënani që shduhet. Ku do koftë, jo veç në Gjermani. Gjërimet janë zhvillu mes Kosovës dhe Gjermanisë, të regove që përveç shqiptarve që ke taku atje, ka pas edhe shumë nacionalitetet tjera që edhe kanë kërku me ju bashku serialit. Po, fatmirësisht, për pas shqiptarve tonë, ka pas turko-arab, gjerman që kanë pranu me lujtë në serial, pa asë të një problem, bile të ishin vetë, adem po kemë qefë shohul shpjeli dhe ishin vetit, kishin qefë se ju pëlqeke tematika, po edhe kur na kam po të gjeru, për shamull ishim të gjeru në qytet, unë dalëshin me veç, ka e një të bona, i tregojshim më shtët, kjo serial, që kjo ndodhë që shtët, dhe ishin, po kem qef edhe na me lujtë. Oke, isha problem, edhe mundeshim me parafru një rol, se dhe për neve është knatësi, me bo diçka pak më ndryshë, se sa që mësu njështë me po, me shti edhe do nacionalitetet tjera në serial, gjë që se kam bo, besoj ma herët, edhe u dalë mirë, edhe ata publiku i ka pranu shumë mirë, edhe në gjarën të një kena mujtë me bo ma letë. Ata, po besoj që cili prej tyre kam pas në të një ngjarje edhe me shqiptarë. Çfarë këndvështrime kam pas për shqiptarët në nacionalitetet tjera atje, që ke taku? Thojnë, shqiptarët jenë të respektushëm, jenë të dashtën, po besoj që edhe tutën pak, se na e kem një të mirë, na rrim bashkë,
E thoni, atë në ata nuk janë që rrimë bashkë se kunash, që janë mësu me jepë njëni tjetër. Bashkum. Po. Po, pak më i me dho ma shumë respekti, tuta, din, edhe tani, po normalisht gjithmonë ato ngjarjet interesante, se kur i veç që sheni bu shok, na tragike që shu ardheri të aty, tani na pak i shkëpuqim do pjesë dhe i bëshim pjesë në serial. Po, të kthejmi pak tek Artani kështu në fëmijëri, tek pjesa e aktrimit. Ka qenë diçka që të ka shoqëru gjithmonë, ke qenë ai fëmija i familjes, që ke bo imitime, show në për shtëpi, ke pas gjithmonë kështu si pasion? Po, si fëmijë më konë shumë asi i harashëm. Ta na më thojmë fëmijë i halet. Nuk i kom lënë dy gurë bashkë. Gjithmonë e kom pas aktrimin në shpirtë, se komedi, mu i me thonë, kom pas që e më konë ai djali në familje që i bën me kesh, në shoqni, gjithka kom dash më konë ai hareja i ekipit. Po, fillimisht e batanis me do imitime, në atë ku më do kë shumë interesant, që falja të në jam sot që tu ku jam, ku mësu. Po, fillimisht e batanis me imitime, të mënu me bu humor, kështë po di diçka, me një telefon. E sot, ka dorë zotim, ka pri në faka, më kam pri e mira, 2 seriale super të shikume. Risku. Të regove që ke fillu me imitime, ke qenë ai personi që kudo që ke shku të kanë kërku me imitu dika, pa përsej? Po, kjo dijet. Ja, si të din që të din me bu diçka, me njerë ta bojnë hajtë bëne. E të njës djenë, hajtë imiton me vëdikën atë. Krejtë mbarët kam përdojnë se ka shumë një kodë gatë, ka që s'kom emitu, punë që kom përkushtu. Mirë, përshkak që e kemi për momentin këtë pjesën e situatës politike tensionume që sa kohë, kështu që ndoshta me këthi pak në humor edhe atë pjesë, din të njërë prej figurave politike. Prej figurave politike, di shumë edhe pse nuk mirë në bjem me pjesën e politike, sa më zonin kom qef një marë, mi anis prej, hajde prej kryeministrit në shtapia, parafrona pak se ka shumë kohë që se kom emitu. Besëm Lorinda që nuk po koptojnë. O mytë aty e thonë, po sanë vështë nuk janë të marë. Zdim për qenë se ka dëstopime dhe doke që të volë shumë eqem, se i përzjet do fjallë shumë interesante, të pa njohëra për të unin tim. Po një prej figurave që nuk e kemi tu që shmati, është dhe kryeministrin Detyra, Albin Kurti që e bërë. Pa ndo një figur tjetër që pëtë bjenë men tash, qofë politike, qofë ndo një... Pe, përdori ma të fështirën që ka me emitu puna e fytit, është Adem Demaci. Në ato syzet në asekur. Kosova ka qenë në mbetër një votër absolute. Na duhet të jemi të bashkuar. Jo me lomë në treguna që me botrojet tona. Na duhet të jemi stoik. Jo me lomë në osit poshte për pjeta njëna. E kam shumë problem se duhet me fytin, me shti shumë rajna, ka të volë se e të një. Të blokon. Blokon dikura. Po ja, kështë për emitime besoj nuk kam problem. Mbi 100 emitime mi bo, pas që kom përkushtu shumë asaj pjese, se të një mbet. Edhe më vishku të nëzën vetën të full vetë me veti, që ka pali dhe me dikon pak una i heq aty të jetë të bo mohabet me të. Po prej aktorve, përshka që e pam që ke pas mundësin me bashkëpunu edhe me aktorë shumë profesional që janë tashmë edhe në një mosh, sa ke mësu ndështë prej tyre ose sa i ke përcjell kur ke qenë edhe vetë, fëmi, qoftë, skeqet humoristike tyre? Mas ja u kom thonë sype, ja u thëmë edhe në televizor. Kom thonë e kom shumë privilegj që jem të aktru me një serial me juve, se deshta as deshta, unë jem 98, ju më rritë të i këshyrë. Bisle Muqa, Kenan Gurgunovci, Vedat Haxhi Islami, Sadati, plot tjerë që lujnë në serial, po foli për këtë pjesën që janë aktor, kur unë halot ndoshta që më koni lindum, ku mësu shumë edhe mësoj, sartë kem gjirime dhe me thonë e marë skenarin, e bëjë që shpëthu une me bu që ta që shtëta, pe ndjej mirë se nuk e kam fakultetin e aktrimit përfundum, edhe normalisht se njeri mësën, edhe i mbledhe i tret, ka njeri ves shka duna me bua, pe bëj mirë, qysh me ndje që të sen, ku mësu shumë për tënë, edhe më shumë falenderus që e kom pas mundësin me lujt me ta dhe shpresoj që kena me vazhdu këtë punë sa t'jën gjallë. Po të kujtojnë ato momentet e para jashtë të kësaj pjesës imitimeve, humori që ke bo me shoqëri apo me familjar, kur ka qenë ai momenti që vetë se fillove të merresh në mënyrë më profesionale me aktrimin? Ma profesionale në vitin 2021. Bashkë me jetë mirën, kër e këna bo serialin Anafat, që t'ju kom për herë të parë për mu një serial që cilën ishim të e bona, gjithmonë në mënyrë profesionale,
Ishtë shumë interesant, si që pa mësu me gjëru vetëm vish me një telefon, me bo video, vajnë sa të herë në atë kohë. Toni, kur këtheva në mënyrën profesionale, u kun normalisht një ondër e cila u kun sirtare dhe është të më bo realitet. Po dhe ishte zotit të një priti në faka dhe nuk ndalem vish me në fat, tash është edhe seriali Sultan Shatsi. E për këtë seni jam shumë mirë njës, prej Jetmirit edhe komplet publiku që gjithmonë, qka do që kemi bo në kanë prit në njërë të mirë, edhe së të në kanë shgënyu asë njëherë në aspektin e shikueshmërisë. Vish njoni për epizodave që u konë transmitim live në YouTube, ju në konë 130.000 veta të këshyrë live. Ja bëjsh këtë në këshyrë kape projmit. Jenë të e bu një farë projmit serialeve. Të regove që një ndër projekte që ke fillu me u marrë në mënyrë profesionale, ka qenë edhe roli i Nanës Fat, po tash sa ka qenë vështirë me u zhvesh prej atij roli, të marrë parasysh që po besi që edhe njerëzit që i takon audienca pak a shumë të ka identifiku deri tash me atë rol. Po, si mësu me më po, në kisha 3-4 vjetë regullisht që bëjsha Nanën Fat me do live, me do video në TikTok. Do më thonë, normalisht ata ishin pa mësu mu me më po vishë në aspektin e Nanës Fat. Po kur e ndryshova komplet imazhin, ktheva në serialin Sultan Shatsi, edhe aty më priten mirë, fatmirësisht. Se e kom pas si trem shumë. Ki pas dyshime, a? Komedi dhe drama, po dhe nuk e në komedit kam prit mirë që shpët presin dramë. Po jo, deshti zoti, ndoshta që e këna ep edhe hakun rolit edhe më kam prit njëre më të mirën. Besa mu i ka njerë thamë edhe më mirë që në Nanën Fat. Po ajo pjesa e rrjeteve sociale live, me qenë sa më afër publikut edhe në kohë reale, video tjera, sot kanë ndihmu që me u afru fillimisht para se në fillu me këtu projektet në mënyrën profesionale? Shumë, normalisht ajo ku një autoban për mu. Kur ju bjenë sy çdo ditë me një karakter të ndryshëm, për shembull isha live me rolin e Nanës Fat bashkë me Djedza Pirkushin, ato humorët që i bëshe me njëri tjetrin, publiku i dojke. Edhe të ne na pranun në rol si nusja me vjehrën, edhe e këthym në serial. Po më kanë ndihmu shumë, se mos e shikon që ato video, që ato live, ndoshta nuk më kish njoft kërkosh, se s'mundet me të njoft nëse të rrën veç në shpe dhe thunë e kam talent. Po ti duhet me shfaqe, me të pa dikush tash. Dikush dan, dikush zdan, dikush të shan, dikush të livdan, se krejt s'mujnë me dasht, amo mirë. Do më thonë falë që aty në jena sot ku jena. Po për atë raportin nuse vjehër, ke pas raste që me u bazu diko, me kriju ndo një situatë prej do një ngjarje që e ke pa për rreth, si kurse seriali tjetër. Ka shumë. Sa dush, qëre, tash nuk o bashkë është të në komedi hatë pak i përbëllizimi, a bëdin, një vjerë pak e poshtër që se len rejnë e vetë rahat, po ki nuk o bëtë që s'ki një trali. Ki sa dush, vëllohen. Për në kanë ti neve dhe rejet, në kalëzishin vetë, për shamë nuzet. O që shtu dhe mu ma bëm vjerra jem, shte në serial, dhe të gjenë vetën, që kur të në shenjë YouTube me pa, që këshyre. Ke pas dhe rast e tila, që ke marrë komente, ndë një ide që i ka ndodhë dikujt edhe një të realje. Po, na e na shumë të afërt me publikun, do më thonë se cilën mesazh nuk është që i njëraj, e marrë shumë për bazë, se më vynë edhe mendimi tina, ose pikpamja tina që është aj e she. Shkruajnë edhe për serialin Sultan Shatsi, për shembull na shkruajnë që mu më ka ndodhur edhe çështë vllashtë në serial, apo den. Shtoni shkruaj dikush tjetër që mu ma ka bu shefi jam që është në serial. Ta animojnë edhe pak, edhe kur tani ti i dashur me publikun, ata janë bosh si familje me ta, nuk e mangshë, dhe në njëm aktorin, njëm kush jam në bëjë serialin, jo. Ata neve në mbojnë gjallë dhe unë jam mirë njës sa të kom frymën tem. Po, pas dalis nga roli i Nanës Fat, tash krejtësisht tregove një rol tjetër, dram, një person komplet tjetër. Po mundohesh një të nko me i bo edhe dy rolet për njëherë, me u zhvesh për ati rolet të Sultan Shats? Po me ndonë edhe Nanën Fat me bo edhe Sultanin, e? Po ndoshta brenda një dite, ke pas rasti me gjiru diçka për serialin, pasaj mbrëmje me bo një video ose një reklam ose diçka me rolin Nanës Fat? Për momentin jo, puna e mjekrës, se Nana Fat është karakter pa mjekër. Amo nuk i kësha pas atë problem, nëse para dite e luj Sultani mas dite Nanën Fat, jo me shumë qef, është puna që e du mas shumë të në botë, edhe jënë karakteret të mija, të zbulume pej neve, kështu që diçka që i ki vetë edhe përjeton vetë, kur dush me bo shumë e letë për ty.
Po kur ke fillu e ke paramendu në njerë vetën në një serial që trajton tema tilla, realitet shoqëror, dram, apo gjithmonë e ke pa me këtë pjesën e komedisë? Ka qenë një derë interesante për ty, pak më ndryshe. Unë edhe ju më tutë, se unë normalisht ju mësu non-stop vish me bo humor, se në shoqni se këtë që jem, edhe thësha, që shune me luj dramën, sa di une me përjetu personazhin, se kur e këshësha skenarin pjesë të kajtë, adhe nuk desha sa unë jam i gatshëm me e bo serial. Po kur të ushtran me vetën tonë, tani nuk do këtë kur gjohë e fështirë, do kënë shumë sendet leta. Po prej krejt këtyre fatmirësisht sukseseve që i ke pas, që të kanë mirë pritë shumë publiko, edhe me seriale, me role të ndryshme, ke pas gjithmonë atë mikë pritjen, po ke pas të një moment dëshprime, qoftë prej njerëzve, qoftë prej diçka që thjesht se ke gjetë vetën aty. Unë e mëj me thonë, falë dëshprimit, jem këtu ku jem sot, se kum pas shumë njerëz një cilë s'kanë besu në mu, ndoshta e këna njësë rukëtimin tonë bashkë me ndjek andrat, po ato thikat mas shpinë dhe me thonë nuk më kanë lonë me hetë shumë. E tu dëshpru me njerëz, jëmë këthuj më marë ma shumë me vetën temë, më përkushtu në vetën temë, edhe sot e kom arrit me pas njënin ndër serialet ma shikushme vendore. Falë tëne, se që thujnë kështë e mirë është një e keqe, kështë një e keqe është një e mirë. Nështë që ajo e keqe atyne mu më ka bo mirë, vish më ka mësu, më ka bo matë fort, më ka kalit, që sot me shiju suksesin cilën e kom dashtë si fëmi. Po mbështetjen familjare ke pas gjithmonë që shprej fëmi deri sot që po e gëzon suksesin e këtyre serialeve? Po, fatmirësisht. Fatmirësisht, nuk ka që kena jetu shumë lëks, për i kena pos dy prindë zoti miruj që jëmë për kujdes për andra tona, jo visht mijet për komplet vllaznive motrës. Nuk na kam prish asë një herë njëtë, më thonë. Bish kanë thonë, amanet probleme në shpe, mës na bini, gjë që s'ka ndodhë kur njëtë. Jena mundu mi ndjek andra tona, po ma të mundësit e veta na kanë daj gjithmonë masë dhe gjdo sen që e bëjnë normalisht e bëj vish për ta. Sa ta jenë kona e pika jam e fort që s'm kanë lonë mundalë kur njëtë, edhe nësë një më konë keqë. Nonat e ka një farë shumë interesante e hetojnë, e dalojnë. Ta shka pas rast të nisha në banesë në Prishtinë, keqë emocionalisht, të kalu fazat ndryshme që i kalë njëtë, nuk e di vish kërën veke një mesazh në Viber, adin, i kanë dalë të vidatë në TikTok, ti e djali jeme, du shumë, edhe kur ma qeket, të më thonë mami atë video në preksha, këshësha, në veke një motivim që mësë më nalë, adin, thësha, okej, rukëtimin e kom njësë për këta, vazhdo dhe në fund sa ti ki gjallë. Përveç prindërve që gjithmonë i ke pas mbështetje shumë të madhe, të regove që i ke dhe 2 vlezër dhe 1 motër. Janë të fokusum në botën e artit? Po, fatmirësisht, Arlindi është ka aktru me mu, tash është gazetar, Arbriani është dizajner, mirët me kep tesha, për shumë figurat ndryshme publike që janë sëtë në stradë. Do më thonë jemi, edhe ajo është një farë pjesë e artit, që do më thonë krejt, si fëmi jemi në pjesë të artit, për posë motrës që mirët me fëmijët e vetë, mirë kënaqë, që të na e bojmë për të. Fushën e artit jeni të fokusum që të trenë një format apo tjetër, të regove që edhe keni aktru bashkë, keni nda setin bashkë dhe me vlaun, apo jo? Po, u kona ajo fillimit ja këna njës bashkë. Edhe se cilën do projekt që e njësi nuk është qare pa e pasu në Arlindin të pak të një epizod. Se është ai krahi jam i forë që e kom pas të njëtën, edhe nuk është sen matë mirë kërë ti çdo rëktim tondin e njës me vlaun tënë, me personin e gjakut. Qështu e këna njës me video, të një të nëna fatu kur një sezon, të seriali Sultan Shaci kur në epizodën e parë. Qka do që të ndodhë, më thonë, jem të gatshëm për një tjetër, të se njohim një tjetërin, edhe pa pikë problemi aktrojnë me to, se e di që kam thëtë edhe e din që akom i thonë. Në përgjithësi, serialet vendore që i kemi, i përcjell, ke rase me i shiku, ke ndë një mendim për serialet tona vendore? Jem të full ma shumë që ka më del në TikTok, të scroll, të da shubo vetë jeta telefon. Zakonisht, që ka jem të po kove të fundit, jenë të tematika që zhvillohen që ka ndodhë para 40-50 vjetë, apo din. Dalim për serialit tona e folim një temë që su përfoli asë një herë njëtë, edhe është temë që duhet mu përfoli për 3 që shkojnë gërbet, pak me shfaq jetën e disa personave që jetojnë gërbet. Milionat, se di, temë është
tema jonë është pak ma unike, se tema cilat unë i shët serialeve vendore. Okej, ka seriale komedi që bohen, po nuk e di pse ma shumë jenë fokusu me ngjarjet që ka ndodhur para 40-50 vjetë. Jashta roleve, jashta profesionit, gjërimeve, setit, si është në përditshmëri, Artuani? Përditshmëri? Non-stop të mendu që kena me bu sezonin tjetër ose epizodin tjetër. Nuk është që me nëjë shumë jetë mirë i me në këto farë punëve, po një rri që aty nga ta, po dhe në thamë, që po thu, po, mirë. Ja aprovan, a? Po, masë s'me e pi dhe, bile aprovaj, a? është, se di, non-stop do me thonë është taj mendimi për punën, që po bojmë, që kena me bo, të fokusum të puna. Jo, diçka kështë të interesant. Po në aspektin financiar, po është vështirë me realizu një serial të tillë që ka pas gjërime mes Kosovës dhe Gjermanisë? O konë vështirë, po fatmirësisht ka shumë donatorë që ndihmojnë në realizimin e serialit. Ka shumë shqiptarë dashtën që kontribojnë edhe pa dashtë mu deklaru kush jam. Thjesht i pëlqen seriali dhe vjen të ndihmon në aspektin financiar. Firmat cilat në mbështesin janë aty sponsor në serial. Na e dim sa mundet njeri me fitu prej YouTube-ës ose prej viewsat cilat dalin, po nuk është për mu kajtë. është mirë edhe për këtë arsye nuk pëndale me serial. Ka qenë kjo motive, dashuria që ke pas gjithmonë për aktrimin në përgjithësi që të kam bajt, edhe kur ke fillu pa ndonjë fitim financiar këtë pjesën e imitimeve, videove, ke fillu me qëllim që të ardhmen ta kesh dhe s'një lloj profesioni, të fitosh, të jetosh prej saj, apo ka qenë ai pasioni që të kam bajt gjithmonë? Kur e kom nisëm fillim, unë vetë se jam konë të punu free delivery, nuk kom mendu në herë që unë e muj me fitu pare për i kësaj pune, se unë e vida bëjsha, po e kom di që nuk paguna. Po tash jeta ka ndryshu, teknologjia ka ndryshu, edhe normalisht që tash na edhe punojmë për qatë punë për me fitu. Po mire, nuk janë keq, ka dorë zoti, ka. Tregove që tash po e pret edhe verën për me pushu pak prej seriale që shkon në pushim veron një formë, apo jo? Po e mendojmë, inshallah mundin që shdët, se nëse përfundon tash sezona e dytë në epizodën e 30, po e mendojmë a kena me vazhdu edhe sezonën e tretë, edhe pse ka shumë komente dhe qindra mesazhe që thojnë vazhdone, po nëse vazhdojmë atëherë besoj që edhe vera ka më nënzonë me gjirime, nëse se vazhdojmë po, edhe di kam pak me pushu shpirti duhet. Artan, punëbar edhe shumë suksese edhe në të ardhmen, po shpresoj se do shihemi prap edhe në projektet e radhës. Shumë suksese. Shumë faleminderit edhe ti për ftesën, shpresoj që ki kalu mirë, respekte. Nësi, faleminderit shumë.